Sa është rritur ndërgjegja e qytetarëve për të verifikuar mirë elementet e leximit të një draft kontrate para se të nënshkruajnë atë, apo vazhdohet dhe firmoset me mirëbesim? Unë faktikisht duke qenë që kam rreth 15 vjet që mund të jem në këtë fush biznesi, po themi që jap konsulencë për këtë fush biznesi. Jam praktikisht i zhgënjur nga vedia e njerëzve. Ose nuk ka kaq shumë problematika sa mendohet, dhe njerëzit nuk ndërgjegjësohen, ose njerëzit kanë një lloj reticence të kenë ta konsiderojnë investimin që po bëjnë si aq të rëndësishëm sa është në realitet. Unë nuk mendoj që ti të shpenzosh, po themi, 100.000 euro për të bler apartamentin, është një kosto shumë e madhe që ti të shpenzosh 2.000 euro e zemë që të angazhosh një arkitekt edhe një avokat. Një që të ndihmoj të përzgjedhësh apartamenti që po bën ti, ta përcaktosh si do organizohet apartamenti që do bësh ti, të verifikoj si janë kushtet e ndërtimit dhe një jurist që të ndihmoj të negociosh ato aspektet kontratës